Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirshëtit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës respekti ndaj prindërve është themeli i një shoqërie të mëshirshme. Respekti ndaj prindërve është një nga shtyllat më të forta, ato morale, mbi të cilat ndërtohet njeriu dhe shoqëria ku ne jetojmë. Në Kuranin famëlar, Allahu e vendos respektin ndaj prindërve me njëherë pas njësimit të tij, duke treguar peshën e jashtëzakonshme që ka kjo vlerë në jetën e besimtarit. Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç tij dhe që të silleni mirë ndaj prindërve. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërim pranë teje, mos u thuaj atyre as uf, mos i qorto dhe thuaju fjalë të buta. Uli krahët e përuljes ndaj tyre nga mëshira dhe thuaj: Zoti im, mëshiroje ata ashtu siç më edukuan kur isha i vogël. Dy ajetet e surës Isra, ajeti 23 dhe 24. Këto ajete e lidhin njerisin ndaj prindërve me edukatën e fjalës, me butësinë e sjelljes dhe me mëshirën e zemrës. Edhe një fjalë e vogël, pa kënaqësie që mund t'i thuhet prindërve, konsiderohet kjo një shkelje e kësaj etike hyjnore të ardhur nga Allahu. Kjo tregon se respekti nuk është vetëm në vepra të mëdha, por respekti ndaj tyre matet edhe tek toni, në shikim, në durim dhe në mirësjellje të vazhdueshme që kemi me ta. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka theksuar vazhdimisht këtë parim, duke e lidhur kënaqësinë e Allahut me kënaqësinë e prindërve tanë. Dhe ai thotë: kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve, dhe zemërimi i Allahut është në zemërimin e tyre. Ky hadith e bën të qartë se marrëdhënia me prindërit nuk është një çështje private, por një provë shpirtërore që reflektohet drejt për së drejti në raportin e njeriu me Zotin e tij. Një shoqëri që humbet respektin ndaj prindërve, humbet dhe mëshirën, humbet durimin dhe ndjenjën e përgjegjësisë ndër breza. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: respekti ndaj prindërve është adhurim, edhe nëse prindërit janë të ashpër. Kjo thënie e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, na mëson se edukata e mirë nuk kushtozohet nga sjellja e tjetrit. Ajo buron nga pastërtia e shpirtit dhe nga bindja dhe mirësjellja se të bësh mirë është një akt nga besimi në fen pasë islame. Pikërisht, këtu lidhet ngushtë respekti ndaj prindërve me edukatën e mirë, sepse edukata e mirë është pasqyra e besimit të vërtet. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mos i shiko prindërit me sy të ashpër, sepse edhe një shikim i tillë fshin shpërblimin për ty. Edukata e mirë nuk kufizohet në fjalë apo në veprime, por shtrihet edhe në gjuhën e trupit dhe në ndjenjat e brendshme. Një shoqëri e mëshirshme formohet kur individët edukohen të kontrollojnë veten, të flasin me urtësi dhe të sillen me respekt, sidomos ndaj atyre që janë bërë shkak për ekzistencën dhe rritjen e këtij brezi. Kurani famëlar të thekson dhe sakrificën e nënës, duke i dhënë një vend të veçantë në edukatën morale të njeriu. Teksa Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ne e kemi urdhëruar njeriu që t'i nderojë prindërit e vet. Nëna e ka mbartur atë duke buruar mundim pas mundimi. E ndarja e tij nga gjiri është bërë brenda 2 vitesh. Ne i tham atij: bëhu falënderues ndaj meje dhe prindërve të tu, tek unë do të ktheheni të gjithë. Ajeti 14 i surës Luqman. Pra falënderimi ndaj prindërve është i lidhur ngushtë me falënderimin ndaj Allahut, sepse prindërit janë mjeti përmes së cilit shfaqet mëshira hyjnore në jetën e njeriu.
thot. Nga kjo buron dhe edukata e mirë, e cila nuk është vetëm një sjellje e jashtme, por vetëdije e thellë për mirësitë e mëdha. Profeti ynë i dashur, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: njeriu më i mirë prej jush është ai që sillet më mirë me familjen e tij. Pra edukata e mirë fillon në familje, dhe prova e saj më e fortë është sjellja ndaj prindërve. Një individ që respekton prindërit, flet me butësi, tregon durim dhe falje, është një individ që kontribon në ndërtimin e një shoqërie të mëshirshme, të qëndrueshme dhe një shoqëri të drejtë. Respekti ndaj prindërve dhe edukata e mirë janë dy vlera të pandashme nga njëra tjetra, që ndërtojnë themelet morale të shoqërisë. Ato janë shprehje e besimit, burimi i mëshirës dhe shkak i bekimit në këtë jetë. Dhe në fund të temës për ditën e sotme do ju thoja se një shoqëri që i edukon brezat me respekt ndaj prindërve, po edukon njerëz të mëshirshëm, të përgjegjshëm dhe të afërt me Allahun xhaleshanhu. Dhe aty ku ka respekt, ka edukat, aty ku ka edukat ka mëshirë, dhe aty ku ndodhet mëshira, shoqëria nuk shembet, por forcohet çdo ditë më shumë. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetje në bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit të Allahut qofshin mbi ju.